Arja Dielli ka premtuar nga opera amerikane. Kompozuar nga Frank Jakova. Opera amerikane është opera parë shqiptare, pavarësisht se nuk ishte ky breti kryesor nuk ishte ai që vendos, po ai vendose nga sistemi i asaj kohe. Frank Jakova kishte kompozuar një operë pra me një tekst tjetër gjergj Fishtës, po për arsye politike u ndryshoi teksti. Megjithatë është opera historike, flet për marrëdhënien midis dy trive, do të ndërtojë në centrali i Ulzës. Dy tri ishin martuar në vjet, po të gjetë një djalë tjetër dhe aty kjo ishte gjendja apo themi. Edhe Frank Jakova ka qenë pra kompozitori i operës parë shqiptare dhe ka punuar për një farë periudhë, ka punuar dhe në Rosh si mësues muzike, kështu që ka një lidhje direkte me Virgjinën dhe ka marrë gjithë motivet drejtore dhe ka vërtetë në këtë.